momentin që ju arritët gjithçka, pra të kishit punën, të kishit të ardhura, të rritnit djalin tuaj të vetëm apo jo, ndodhi ajo që nuk e prisnit, sëmundja e doktor Dorit. Si erdhi kjo sëmundje që e mori kaq shpejt? Ishte si duket forma e sëmundjes, që ishte forma dhe pastaj, unë them edhe ai një çik ishte nga natyra pesimist, kurse isha unë ajo pjesa që e mbaja. Kur thoni pesimist, ishte për shkak të profesionit duke kaluar shumë pacient në sëmundje? Ishte me këto sëmundje dhe e dinte, dhe kur u operua, pastaj tha, të shikojmë tha sa do zgjasi kjo periudhë paqeje. Ta hoqën sëmundjen, i thashun, ta hoqën, nuk e ke më. Do bësh kemioterapi, që ta frenosh, që në qoftë se ka shpëtuar në një qeliz, edhe mbaron kjo punë. Po ai e dinte si duket, e dinte më mirë se unë, që sigurisht e dinte më mirë se unë, por që faktikisht doli si që mendoja ai dhe jo si që mendoja unë.